gati, po ja që erdhi radha me ardhë në Mleçan të Malishevës, një vend që njihet si vendbanim shumë i vjetër, një vend me një histori bukur të madhe, qoftë në arsim ose kontribute të tjera, qoftë nga njerëzit që janë shumë punëtore, kanë dhënë gjithçka për këtë vend, e shumë e çka tjetër që me një kënaqësi shumë të madhe, bashkë me kujtën unë sot dua të paraqes brenda këtij fshati, një histori edhe sa i përket edhe rapsodëve që për te i pamjeve që i shohim në Mleçan, sigurisht që për gjatë viteve të fundit, ose më mirë të themi me njëherë pas luftës, u zhvillua fshati, sado që siç na tha dhe Zoti Ismet, u lirua, njerëzit shkuan në emigrim, sigurisht për një jetë më të mirë, por nuk do të thotë që nuk e ndërtuan fshatin e tyre, nuk investuan. Kur i shohim këto pamje, sigurisht që me Mleçanin lidhet edhe një histori bukur e bojshme. Po flas edhe për historinë e luftës, por ndoshta edhe më herët. E jo rastësisht e zgjedhëm oborrin e shkollës fillore Beqir Gashi, sepse arsimi i hodhi shkëndijat e tij të parë qysh në vitin 1946, që mos ta zgjas e të mos gabom, unë me një kënaqësi shumë të madhe, pranë meje kam një njeri i cili i dha gjithçka arsimit, por edhe vendit të tij. Mund t'i them lirisht veteran i arsimit. E kam pranë meje zotin Alush Kryeziu që nuk pritoj që të bisedojmë për fshatin Mleçan, por edhe për arsimin. Faleminderit shumë që na keni pritur në fshat, zoti Alush. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Për të folë për fshatin Mleçan duhet një kohë bukur e gjatë, mirë po do të përpiqem në pika shkurta të përmbledh atë që është më esenciale për të përfshirë në reportazhin tuaj për fshatin tonë. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Dua të cek se fshati Mleçan kryesisht njihet si fshat rural, me një të kaluar që nuk ishte shumë e bujshme shkaku se okupatori serb dhe ish jugoslavët nuk investuan në këto trevat llapushës fare, të punësuar kishte pak. Megjithatë, Mleçani dallohet edhe si një fshat që ka pas një mulli të vjetër këtu, pastaj rapsodët e njohur, sidomos Sef Mleçani me dybite tij, pastaj gjatë periudhës dhe kohrave të ndryshme, Mleçani u dallua në planin patriotik e kombëtar, duke u përfshirë në ngjarje të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, siç është bie fjala viti 1968, 81, 89, 92, komplet vitet të 90-ta deri në luftën e fundit, në luftën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dua të flas pak, me qenë se unë lidhem atje për për arsimin dhe shkollën shqipe këtu në Mleçan. Shkolla e Mleçanit daton që nga viti 1946 me mësuesin e parë Suleman Kryzeu. Në fillim, shkolla filloi të punoj në odën e Nezer Kryzeut, e me një vit pas do të startoj Mleçani të ndërtoj shkollën, objektin e vjetër, i cili nuk ekziston më këtu, po ishte si objekt i parë i shkollës shqipe. Domethënë, Mleçani dallohet në arsim një ndër fshatrat e para në komunën e Malishevës. Përpos Suleman Kryzeu që e përmenda, janë edhe Ramadan Kryzeu, Mahmud Kryzeu, Imer Kryzeu, pastaj mësues tjerë veteran domethënë brezi i parë i arsimit. Me pas, nga kjo shkollë kanë dalë kuadra të shumta, të drejtimeve dhe profileve të ndryshme, dhe me plot kuptimin e fjalës mund të them se Mleçani dallohet sa i përket arsimdashës.
do më thoni, është një fshat arsim dashës. Ka dhënë mjaft kuadra, profesor, vlen të përmendet edhe të cekët se në këtë fshat ka kontribuar profesori Tanimoj Ndjer Sokol Kryziu, i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në planin patriotike kombëtar, po ashtu edhe Ilaz Gashi, që ishte profesor dhe i martirizuar në luftën e fundit. Pastaj kemi dy dëshmorë këtu në këtë fshat, që në luftën e fundit Beshir Sev Gashi dhe Azir Nezir Kryziu. Gjë që shkolla e mban emrin e tij. Po, shkolla e mban emrin e Beshir Gashi. Po. Dua të pyes, më fal për ndërprerjen. Dua të pyes pak mbi gjithë ato sfida, filloi shumë herët, do të thotë këtu mësimdhënia, lufta e preku, andaloj mësimi, di që në shumë vende, po i them në gjuhën e zhargonit popullor, qysh kanë mujt ka të marrin mësim. A ndodhi edhe këtu në Mleqan, a gjetët motiv që mos më ndalë mësimi? Dua ta lidh në këtë aspekt këtë çështje në një kontekst mjaft interesant. Thash se shkolla e parë shqipe Mleqan ka startuar me odën e Nezir Kryziu. Në luftën e fundit, e njëjta shtëpi e Nezir Kryziut ka qenë si shtabi ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe pastaj, është mjaft interesant një rast që përsëritet në historinë e Mleqanit, se edhe ai shtabi që më vonë do të zhvendoset në shkollë. Dhe lufta Mleqanin e ka dëmtuar shumë. Domethënë, serbët kanë djeg 90% të fshatit. Nuk i shpëtoi flakës as shkolla. Domethënë, në luftë shkolla u dëgj, tërësisht u dëgj. Pas luftës filloi ndërthimi i shkollës, filloi jeta të ripërtrihet prapë dhe ka mjaft të flitet edhe pas luftës tani më. Po. Në vitin 2003-2004 fillojnë ndërtimet e riparimet e shkollës e kështu me radhë. Në vitin 2005-2006 kjo shkollë do të startojë me webfaqe në sajt e parë në Republikën e Kosovës që quhej në atë kohë shkollaresor.com. Ishte një faqe e internetit e para në shkollat publike në Republikën e Kosovës. Kjo kishte sensibilizuar në atë kohë Ministrinë e Arsimit dhe vinë të shohin se nga po dëgjohet ky zë. Dhe ku shohin, nga një kontiner këtu në shkollë ishte dalë ezani i shkollës. E pabesueshme pak për ta. Po, sigurisht. Dhe pastaj do të bëhet një reportazh nga RTK dhe do të zgjohen institucionet tona dhe do të kemi këtë objektin tash që e kemi këtu. Po. Domethënë, para objektit kemi një qendër kompjuterike me gjitha pajisjet komplet dhe shkolla kishte edhe internetin në atë kohë. Domethënë, interneti në këtë shkollë është i pari në komunë të Malishevës, kurse webfaqja e para në nivel të Republikës së Kosovës. Në shkollat publike. Unë të një ty shumë modest, po gjitha këto ndodhen në periudhën kur ti ishe drejtor në këtë shkollë. Unë isha një drejtor, po unë duhet falenderoj komunitetin e prindërve dhe bashkëpunëtorët e mi, të cilët nuk hezituan dhe më kanë përkrahur, më kanë mbështetur në çdo nismë që kam ndërmarrë këtu. Duhet të përmend se në vetëm një zë është lëshuar dhe komuniteti i prindërve ka ardhur me gjitha pajisjet që kam pas nevojë këtu. Me traktora, me kamiona, se ka qenë dashur të pastrohet objekti, punoj hapësirat e jashtme, ka qenë dashur të pastrohen kështu më radhë. Shkolla Mleqanit ose shkolla e Rrezorit ka një traditë mjaft të mirë të kësaj periudhe dhe nifet si shkollë model në gjithë Republikën e Kosovës. Shkolla Mleqanit është marrë dhe mirët edhe ende si model i cilësisë dhe arsimit cilësor në këtë fshat. Ju keni qenë gjithmonë bashkëpunu, sigurisht e përmene edhe kolektivin, po dua të ndalem me patjetër e ke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për t'i lënë ana shpak, e ndoshta vitet që kanë shku, që ka shku, ndoshta ka pas sfida, po sot i nderuar si e sheh arsimin. Kemi po që ndoshta me thonë prej meje ka deviju pak, po qysh po e vlerëson sot me krahasu me kohën kur ke qenë drejtor ti ose edhe më herët. Si e sheh ti? Për fat keq, arsimi në nivel të Republikës së Kosovës edhe në
këtë fshat gjithashtu ka rënje të dukshme në dy drejtime. Numri i ullur i nxënësve, do më thonë, kur unë isha drejtar këtu, shkolla ka pas në 432 nxënës. Doja të pyesja. Kurse sot ka 900 nxënës. Unë shtroni numër rapid, drejtimi i para, edhe drejtimin e dytë, cilësia në arsim. Cilësia në arsim nuk është premtuese fare. Unë mendoj se duhet një seriozitet nga institucionet tona që të mirën tek e fundit edhe me ndryshimin e kurrikulave që avancojnë cilësinë në arsim e jo veç të ketë fjalë kurse në praktikë të mos veprohet asgjë. Po, Zoti Aleosh, a na ka bë dëm teknologjia të mos ditë mirë me përdor, me shfrytzu apo jo? Si është këtë pjesë? Teknologjia informative sot në Kosovë ndoshta është përjetare në krejt Evropën. Të rritë e Kosovës e zotrojnë shumë mirë teknologjinë e informatikës. Po. Mirë po, në teknologjia informative mund të jetë tepër e dobishme, shumë e mirë se ardhur, po mund të ketë edhe pasoja fatale për fëmijët sot. Nëse nuk kontrollohen, nga prindërit ose nga mësuesit e tyre, nëse nuk menaxhohet ajo përdorimi i teknologjisë si duhet dhe në drejtimin ku duhet, mund të jetë fatale për të rritë. Gjë që uroj të mos ndodhë kja, për t'ju kthy një pyetje të fundit shumë shkurt se ças na premtojnë minutat. Fisi kryezi, nga e ka periudhën saktë? A din me tregu për këtë pjesë? A keni uri? Për sa i përket për kryzive në Leçanë e Bubavec, sipas informacioneve që kam unë nga plesht. Po, sigurisht. Ata më të vjetrit që kanë qenë para me, thuhet se kanë ardhur prej Pagarushës vendosur në Bubavec, dhe pastaj një pjesë ka ardhur në Leçanë dhe është vendosur. Kurse kryezi nuk kam informacione, veç se di që është edhe një fshat kryezi në Shqipëri dhe në mirë gjithë atje diku, se di. Po, do thot mundën me pas gjenezën e parë edhe prej asaj pjese. Mbiemri kryezi është mbiemër shqip. Mbiemër shqip, kjo është më e mira. A di pse të pyeta për shkakun që ti kryeziu, disa të tjerë po dominoj ka kryeziu në këtë fshat. Po, është në shemse ka edhe Gashë, ka edhe Shaljan, edhe pak familje ka Zogaj që ka mbizotrojnë këto. Në gjithë atë dominon me të vërtet fisi, ose ma mirë me thonë Gallapi se kryzit fes kanë bytyshin. Po, po fisën e kanë bytyshin. Zoti Aleosh, e the shumë mirë në fillim që me bisedu, mbase na dënë me javë të tëra, që për Mleçanin, që për arsimin, unë e kam një shpresë që uroj arsimi me shku hapa vëto, që ti e ke drejtu këtë shkollë, jo vetëm këtë shkollë, po gjithë shkollat e Kosovës. Unë të falenderoj shumë edhe ishte koha e limituar normal, se nuk mund të përfshinjet gjithçka në një intervistë të shkurtër, kaq, dhe me plot emocione dhe kam nostalgji të veçantë kur e shoh këtë objektin këtu. Gjithsesi edhe pse ke dalë në pension, ju jep këshilla ndoshta të pranohen. Të ndëgjojnë. Faleminderit qindra e mia herë që bisedova me neve. Shumë faleminderit. Nga arsimtari Aleosh, drejtori, po i them nga ky njeri i mirë, nga fshati Mleçan, po kalojmë në pjesë të tjera.